Për të ndjekur Mirëmbrëma Yje Kids, mjafton të klikoni butonin subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube. Ky program mundësohet nga Kiabi, Natural. Një program i ri me yje të vegjël. Mirëmbrëma Yje Kids. Me disa nga fëmijët më të qiltër, më të zgjuar, më të ndjeshëm, më kurioz dhe më të sinqert që kam njohur. Çdo të diel, ora 18 në kanalin Arbana Osmani në YouTube. Ajla, e gati. Jemi apo s'jemi? Besoj që jemi. Jemi? O marrëm pse ke ardhur ti sot këtu? Në ti më ftuat edhe i kam shumë qef intervista. Me vërtet? Shumë po. I ke qef? Po. Po pse i ke qef? Në e di, ndjem shumë mirë kur bëj intervista Me ose vërtet? kështu, dal në televizor. I ke qef? Po. Unë i urrej intervistat. Pse? Si kam qef fare. Po pse? Nuk e di, më duket sikur do më pyesin gjëra për cilat nuk dua të flas, më duket sikur do them gjëra gabim, më duket sikur pasi them këto gjëra që them duhet i kisha thënë pak më mirë. Se jam asnjëherë e kënaqur me veten. Atë për në fundit e kam edhe unë, pas intervistës tem, po pse se thash këtë, po pse se thash atë. E shikon pra? Ja, këtë edhe them, më mirë s'jap fare, se sa të bëhem pishmang edhe i ka Po fama këto mirë gjëra. është të dalësh në Mirë është të televizor. dalësh. Pse është mirë të dalësh televizor? Është bukur, edhe ajo ngele, dhe e ke kujtim. Deri Ty të pëlqen në ekrani, televizioni, pëlqen fama, shumë, po. pse? në di ndjem shumë mirë, më njohin njerëz, më bën. E kam shumë qef. Okej. Fama sjell gjëra të mira apo të këqija? Varet sa herë të mira që të bëhet shifi, kur del në televizor, e sa herë të këqija, thonë jo ti ke dalë në televizor, kështu. Më kanë thënë disa njerëz, po se ke dalë se më njohin ca njerëz të shkolla dhe më thonë, ti ajo vajza që del në televizor. Edhe ca njerëz thonë, mos se vetëm ka dalë në televizor, nuk ka bërë ndonjë gjë. Dhe Po në fakt, sipas teje sot, nëse je i famshëm, duhet bësh patjetër diçka, apo mund të jesh i famshëm edhe pa bërë domosdoshmërisht ndonjë gjë? në kohët e sotme duhet të kesh një talent, një gjë që të bësh, që ti bësh e famshëm ose kështu. Çfarë talenti ke ti? Kam talent akrobacinë. Vërtet? Bën Po. akrobacira? Po. Oh. Dhe pak numra ajri, vetëm në litar, dhe ca ushtrime në rreth. Ku je mësuar këtë? I kam mësuar, jam në kurs akrobacie, Okay. me zëshën Aroshitin, e përshëndes, nëse e shef këtë. Në sa koha që bën akrobacira? Diku te 3 vjet, 4. Pas ka goxha. Po. Edhe uroj sot Zëshfionën se ka ditëlindjen. Okej. Sot. Okej. E urojmë për ditëlindje. Po. Ti kur e ke ditëlindjen? Unë sa e kalova me 14 janar. Çfarë shenjë i bie? Britja. Çka karakteristikash ka Britsjapi, se kam iden. Nuk e di, s'marr vesh. S'merr vesh nga horoskopi, nuk kupton. Po, për zotin nuk marr. Okej. Ti e ke parë këtë emisionin? Po. Cilin janë këto fëmijët që ke parë deri tani të ka pëlqyer më shumë? Nuk jam mbaj mend emrat fiks, po më ka pëlqyer ajo vajza që ka dalë në fillim fare. Teja, Po më duket Teja që doli në fillim fare. që foli për gjyshen, që u prek për gjyshen. E pesa shumë u prek për gjyshen, që i kishte humbur. Unë po bëja detyrat dhe mami po e shifte edhe mbarova detyrat edhe pastaj erdhi ora që ta shifnim atë edhe pashi që shumë e bukur. Ti e ke gjyshen? Po, i kam të dyja, dhe nga vavi dhe nga mami, shqyqyr zotit. I do shumë? Po. Pse duhen kaq shumë gjyshet? Po gjyshet gjithmonë bëjnë më të mirën për ty. Gjithmonë aty, të deri shkollë gjithmonë gjyshja merr. Gjyshja ma bën ushimin, më ndihmon për detyrat, sa vjen mami në shtëpi. Kur vjen mami në shtëpi, i ka gjitha gjërat gati. Ja ka bërë ajo. Pavarësisht se mami i thot, po jo ti bëj unë, se ti e vjetër, nuk e mosh për këto gjëra. Po jo, do i bëj unë gjitha punë të shtëpisë me radhë, merr ditë për ditë. Sa e mirë, Po.
Ja, vërtet shumë mirë. Edhe unë kam qenë shumë me afërt me gjyshet. Se gjyshet nga mami e kam këtu, jetoj me të në shtëpi, dhe gjyshet nga babi e kam në fshat. Okej. Edhe ata i merr malli, i thonë, kur do vish, po me këtë vi. E besoj. Në çfarë fshati jetojnë? Në Ersek, në Kolonjë. Në Kolonjë. Po. Shkon ti në fshat? Shkoj, e kam shumë qef, po tani se duhet më blidhet gati e gjithë familja me shku, se s'do shkojmë vetëm 2 veta ose 1. Edhe, jo dua unë të shkoj, jo nuk do mami, babi e ka me 2 menje, edhe nuk, ca herë bëhemi të gjithë që të shkojmë. Të pëlqen fshati? Po, më pëlqen shumë. Çfarë të pëlqen më shumë nga fshati? Po në fshat ka shumë ajër të pastër, ka ushqime bio, nuk ka shumë kështu, se në fshat ke çfarë bën. Këtu, tani, këto kohë rrin njerëzit vetëm telefona. E vërtet. Nuk ka shumë kalamaj, për shembull po shpallatit tim njërë nuk ka asnjë fëmijë që del me loz. Ashtu, a? Vetëm unë dhe shoqet e mia dalim, gjithë i kene për telefona. Pse nuk dalin më fëmijët për të luajtur jashtë poshtë pallatit? Po tani kanë këtë social media, gjëra, YouTube, kanë kanale që shohin, gjëra në televizor dhe kanë rënë dashuri me telefonin. Kanë rënë dashuri me telefonin fëmijët sot, e? Po. Ti si e ke marrëdhënien me telefonin? Po kështu dhe unë, por nuk është se shoh shumë se shkollë, balet, akrobaci, after school, po. Jezën. Nga sa veta përbëhet familja jote? 5. Kush jeni? Unë, mami, babi, daja dhe gjysha. Okej. E keni dhe dajin që jeton me juve? Po. Okej. Daja, familjen e tij e kanë në Londër, por vjen këtu her pas here dhe tani për momentin rrin këtu. Okej, çfarë bën ai? Punon tek Interpoli, policë. Kush e di sa sekrete di ai? Qa të ka treguar në i sekret? Po, nuk më ka treguar në i sekret wow, po edhe unë kam qef të bëhem si Daja, se kur ka qenë me i ri, ka qenë agenti FBI-s. Vërtet? Po, do të bëhem agente e CIA-s në Amerikë. Agente e CIA-s në Amerikë? Po, si kur ta fillosh si agente këtu një herë, të Spaku? A njeh Spakun? Nuk e njeh shumë, po kam dëgjuar, se i çon Daja në për këto lajmet, edhe vetëm kur e japin do jenë kështu. Po, keni një ide, ke krijuar një ide se çfarë Spaku? Nuk e di, po tjetë një institucion që mblidhen kryeministri, gjëra kështu. Se di, nuk ja kam shumë ide kësaj gjëje. Nuk ja ke shumë ide. Atëherë, po të shpjegoj unë edhe pastaj të tregoj. Atëherë, Spaku është një institucion që merret me hetimin e çështjeve madhore qeveritare, ku ka patur abuzime, për shembull. Ke parasysh është kryeministri, janë ministrat, janë pastaj edhe institucionet të tjera rreth ministrive, që kanë patur për të bërë një punë që duhet ta bënin për të mirën e qytetarëve, e në vend që ta bënin për të mirën e qytetarëve, e kanë bërë për të mirën e vet. Pra, kanë patur për të rregulluar disa rrugë këtu në Tiranë? Po, edhe... Na i kanë marrë neve lekët nga taksat në qytetarëve. Po, dhe nuk i kanë rregulluar. Dhe nuk i kanë rregulluar. Dhe i kanë marrë për veta. Dhe Spaku i gjen këta. Dhe i gjen këta që kanë bërë gabime dhe i fut në burg. Shumë mirë, jo, e meritojnë. E meritojnë patjetër. Do të pëlqente të punoja aty apo jo? Po, e kam si qef këtë cian që është kështu, se bën edhe kështu shkon në për si kështu misione që të gjejnë kështu. Se kam parë disa kështu në telefon që është një kështu My Story Animated, që tregon një vajzë ose një djalë historinë e vet, edhe tregon një vajzë që ka qenë kështu e vogël edhe është bërë kështu agente e CIA-s, edhe ka qenë shumë bukur, tregon disa kështu si misione që ka shkuar, një gjë kështu. Okej, agente e CIA-s do me thënë. Po, e kam shumë qef. E ke shumë qef që të bëhesh agente e CIA-s. Nëse nuk bëhesh agente e CIA-s, nëse nuk funksionon kjo, ke një plan B? Një plan B? Ndoshta mësoj sa akrobacie. Okej, se është pasioni. Po. Motra dhe vëllezër nuk paske, do me thënë. Jo, nuk kam. Je e lumtur që nuk e apo do doje të kisha? Do doja të kisha një motër të vogël, se mund të visheshin bashkë, kështu, mund
të rregulloheshim. Edhe një vlla do ta doja, por më shumë një motër. Ja ke kërkuar mamit? Ja kam kërkuar. Po se di, nuk thot do e mendojmë. Kujti unë. Po pse mendon që nuk e mendon pak më shpejt dhe t'i japi drejtim mami? Nuk e di për zotin. Do të bëj fëmijë të tjerë apo? Nuk e di, ndoshta do vetëm mua, nuk do që të ketë fëmijë tjerë, nuk e di. Okej. Mami çfarë punë bën? Është punëse sociale në një qendër shëndetësore. Okej, po babi? Është teknik internetit e Tringu. Okej, në rregull. Do bëjmë një lojë? Po, Ti që nge shumë e shkathët, dhe unë besoj që je shumë e shkathët edhe në përgjigjes, meqenëse të pëlqejnë intervistat. po, Unë do të të bëj pyetje, ti ke një pulsant aty, do ta shtypësh pulsantin dhe shumë shpejt do t'i përgjigjesh këtyre pyetjeve. po në shumë se nuk e përgjigja. Mbet? Okej, qa lloj pyetjesh? Ja. Që ta di. Pyetje të përgjithshme. Okej. Okej. 1, 2, 3. Prit, ta shtypëm pulsantin dhe do të thuash. E bëjmë më mirë kështu. 1, 2, 3. Thuaj 3 gjëra që janë të kuqe. Lule shtrydhe, moll dhe flamur shqiptar. Bravo. Thuaj 3 kafshë që jetojnë në fermë. Pula, gjeli, lopa, Okej. Thuaj 3 mjete që fluturojnë. mjete. Nuk e di mjete. Mjete, automjete. Po jo auto, po mjete që fluturojnë. Aeroplane, raketa, nuk e di tjetër. Helikopteri, për shembull. Okej. Okej. Nuk do më shkonte ndonjëherë mendja. Okej. Thuaj 3 ushqime të shëndetshme. Sallata, lakra dhe kastraveci. Bravo. Më përshkruaj mua me 3 fjalë. E bukur, e dashur, e talentuar në intervista. Ma bëri qefin shumë. Përshkruaj veten tënde me 3 fjalë. Akrobate, besoj e talentuar dhe mirë në intervista. Dhe shumë e mirë në intervista. 3 fjalë me shkronjën K. Kukulla, jo nuk di. Më kaq. 3 gjëra që do doje të haje tani. Që do të haja, nuk di, patate, sallat dhe lakër. Më sillni pak patate, sallat dhe lakër. Okej, dhe e fundit. 3 gjëra që nuk pëlqen të prindrit e tu. Kur zien, që rrallë, nuk kam në një gjë tjetër. E vështirë kjo. Thuaj 3 gjëra që pëlqen të mami, dhe ma përshkruaj pak mamin tënd. Ka shumë fjalë, është e dashur shumë, e mirë ndaj meje dhe të gjithë, dhe shumë e bukur. Vërtet? Për mendimin tim. Çfarë marrëdhënie ke ti me mamin? Një marrëdhënie shumë të mirë dhe se njerëzit thonë goca të janë më afër me babin, po unë jam me të dy kështu barazim. As më lart, as më poshtë. I ke të dy Po. shumë gjanë edhe i shumë afër me. Po. Okej. Po pse thonë vërtet për gocat që janë më afër me babin? Nuk e di. Edhe nëna ime thot kush e bëri këtë për kështu që në shtëpi? Kush e bëri këtë këtu që e ka derdhur këtë? Thot Daja e bëra, unë tha. Thot nëna, po hën s'ka gjë se kështu i bëjmë gjithë, mund ta kisha bërë dhe unë, që çunat janë preferuarit e mamit, e gocat janë preferuarit e babit. Ashtu ka menduar edhe unë gjithmonë në fakt, që çunat janë më shumë preferuarit e mamit dhe gocat preferuarit e babit, po unë për shembull që kam edhe 2 çuna dhe 1 gocë, goca ime për shembull është shumë më e lidhur me mua se sa me babin e vet. Po ndoshta se mamat çunave ja bëjnë më shumë si qefin, i marrin më shumë kështu. Kurse për shembull
babat ja bëjnë më shumë qefin gocave, po më afër jam me mamin. Se kemi se çfarë diskutojmë, gjëra gocash, kështu, që mund të diskutojmë. E qa janë gjërat e gocave? Po nuk e di në përgjithësi. Po diskutojmë bashkë shumë edhe kështu. Jam si tip më afër me mamin, po dhe me babin jam shumë afër. Kujt i thua sekretin nëse ke përthënë një sekret? Mamit. Okej. Qa mund t'jetë një sekret për shembull që ndan me mamin? Është sekret, kështu që... Kështu që nuk thua, Jo, as do mua. thuhet, jo. Okej. Për shembull nëse të pëlqen ndonjë çun, Jo. nuk ndodh. Jo. Nuk ndodh t'ja thuash mamit apo nuk ndodh që të pëlqen ndonjë çun? Mamit ja kam thënë, kur më ka pëlqyer, po... Sërë se kam shumë çuna të bukur të klasa, kështu që... Si janë gjë? Jo. Si janë çunat e klasës tënde? Po, zysha tërë ditën ngeli duke thënë, gishtat në hund jo, gishtat në gojë jo, qa vëndi më... Njëri me tërë ditën aty të çantat e ka fut kokën mrena në çantë, janë gjithë. O, zot. Po pse janë kështu çunat? Nuk e di për zotin. Ndoshta e kanë si karakterin ashtu edhe... Po kur piqen këta? Nuk e di për zotin. Realisht, kur mendon ti se çunat piqen? Vjen një moment që piqen. Kur është ai momenti? Ndoshta ja 20 vjeç për zotin. A mendon ti që gocat janë pak më të zonjat, më të aftat? Po, mendoj se gocat edhe në punë të shtëpisë marrin gjërat si më përsipër. Kurse edhe çunat bëjnë punë, se ka çuna, nuk po them që nuk bëjnë asgjë, por gocat i marrin si më përsipër këto lloj gjërash. Edhe janë si më të afta, më të zonja. Sipas teje, për çfarë janë më të zonjat gocat dhe për çfarë janë më të zotë çunat? Çunat për shembull janë më të zotë për rregullimin e makinave. Okej. Kurse gocat janë të zonja për shembull rregullimin e shtëpisë, punët e shtëpisë. Okej. Pse nuk i mësojmë çunat që t'i bëjnë më mirë punët e shtëpisë dhe gocat të rregullojnë më mirë makinat? Po se gocave si ju shkon ajo gjë dhe çunave ju shkon ajo gjë. Se për shembull gocat nuk ju ngjit ajo lloj pune. Po çuna ka që bëjnë, po edhe goca ka që rregullojnë makina, po them që nuk ju shkon shumë ajo lloj sporti. Nuk ju shkon? Jo. Imagjinoje pak si do ishte bota, sikur në vend të mamave të gatuanin gjithmonë baballarët. Po, në fakt, për të gatuajnë edhe mamat edhe babat. Për shembull të shtëpia ime gatuan edhe nëna, edhe unë, edhe mami, edhe babi, edhe daja. Të gjithë? Po më shumë gatuan nëna. Më shumë gatuan nëna. Imagjino sikur të gatuaj më shumë babi. Po mirë, do ishte prap. Do ishte mirë. Se dhe babi gatuan ti. Okej. Se babi normalisht, po edhe daja ditë gatuan, por babi normalisht është rritur në fshatë dhe ndoshta dini një gjë më shumë që i kanë mësuar. Para ato ditësh po më thoshte babi që mua gatimin edhe punët e shtëpisë mi ka mësuar mami dhe për makina, për gjëra kështu mi ka mësuar babi. Edhe di dhe babi, edhe daja di shumë mirë, për kështu punë ose gatim. Okej. Do të bëj tani një tjetër lojë. Edhe vështirësohet. Por nëse ja din me sukses edhe kësaj loje, atëherë do meritosh një nga këto dhuratat e qapet që kam këtu mbrapa. I bie që kam të marr. Pse? Nuk e di. S'ke besim të vetja? Po të loja parë ca pyetjeve nuk e përgjigja shumë mirë. Po mirë, shumicës që përgjigje mirë. Ti përgjithsisht ke besim të vetja apo jo? Jo dhe aq. Pse? Sigur nuk e besoj veten në gjëra që... Që mund t'ja dalësh? Po, nuk... Edhe mund t'ja dalë, po... Se kam shumë besim të vetja. Okej. Pyetja është, loja është, përgjigju pa thënë po ose jo. Okej. A je gati? A je gati? Si e ke emrin? Maret. A ke motrë ose vëlla? Ndoshta.
A je lumtur? Nga njëherë. A të pëlqen futbolli? Jo dash. Kush është lënda jote e preferuar në shkollë? Matematika. A ke shumë shoqe? Ashtu. A të pëlqen të luash me shoqet? Do njëherë. Qa po mendon tani? T'ju përgjigjem këtyre pyetjeve. Sa lek ke? Jo dash. A je e pasur? A na bën lekët të lumtur? Jo dash. A të pëlqen Tirana? Nuk duhet jo dhe po, a? A të pëlqen Tirana? Ndoshta. A të duhet fluturoje? Ndoshta prapë. Ku do doje të shkoje? Në Amerikë. A je në ciklet tani? Jo dash. Jo, nuk lejohet. A do doje të kishe një kafshë shtëpiake? Se besoj. Edhe sigur të t'jap një mace? Nuk e do? Jo dash. Nuk duhet jo. Po jo dash, a është bashk. Po jo, ti nuk do ta përmendesh as jo, as po. Hajde, se dhe dy janë. Okej. Të t'jap një qenush? Do një qenush apo jo? Nuk pëlqen qenushet? Fare? I kam frikë. Po macet? I kam frikë. Po një zog? E kam frikë. Po një peshk? E kam frikë. Je ka frikacake je? Je frikacake? Besoj. Bravo. Asus dhe isha përgjigj ka ish mirë. A ishe në ciklet? Mbaroj loja. Mbaroj. Mund të të besoj? Mund të më besosh. Pse s'ke besim të unë? Isha. Ishe? Po. Ishe vërtet? Ishe në ciklet se ishte vështirë, a? Vërtet. Nuk po dija, po se jo dhe ash, nuk e dija që ishte kështu si Po veç jo, e pra, veç. ose jo dhe po, nuk ashtu. Megjithatë, Okej. ja dole shumë mirë, e Okej. meriton, e ke të plotësisht merituar këtë dhuratën. Pëlqejnë dhuratat? Po më pëlqejnë. Nuk i pëlqejnë dhuratat. Shumë A i dia të faleminderit. shprehjen dhuratat i do dhe mbreti. E di çfarë do të thënë? vërtet. Jo, po. Se di, se kam gjurë ndonjëherë. Se ke dëgjuar të shprehje dhuratat i pranon dhe mbreti? Nuk e di. Pra, sa do i pasur t'jesh, sa do gjërat mira të kesh, kur merr një dhuratë prap të bëhet qefi dhe dhurata është një gjest i bukur. Po. Hape njerëz ta shikoj. Sa bukur e pas keni bërë, më vjen keq ta hap. Do që ta mbash kështu ta çosh një herë të shtëpia dhe pastaj e hap atje. Si ke qenë? Ta hap këtu? Si duash ti? Ja, të mundojmë ta hap kështu mirë. Okej. Zakonisht thonë që dhurata duhet i grisësh, duhet i vësh, po. Përgjithsisht të fëmijët kur vini marrin, i grisin, i bëjnë copash. Ja do ndihmoj. Pas ka qenë shumë e fortë. Po. Mbyll mirë me këto. Okej, tani anash këtu, nga ana tjetër mos gaboj, duhet të kesh një mënyrë se si hape. Po. Kjo është? Po. Ishe? Okej. Ua, sa bukur. Si të duket? Ua, Të pëlqen? po. Shumë faleminderit. Ta gëzosh zemër, edhe faleminderit që Faleminderit. erdhe dhe u kënaqja shumë me ty. Shumë faleminderit. Edhe akrobacirat vazhdoj, a? Po. Që të bëhesh kampion edhe Po. në të shojmë. Besoj që po. Besoj që po edhe unë. Ky program u mundësua nga Kiabi, Natural. Për të ndjekur Mirëmbrëma Yje Kids, mjafton të klikoni butonin subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.